Përveç se të shijshme, gështenjat vijnë me përfitime shëndetësore. Gështenjat janë ushqim ideal gjatë kësaj periudhe dhe përveç se janë shumë të shijshme, ato janë edhe shumë të shëndetshme. Ato janë të pasura me vitaminë C, gjysmë filxhani gështenja të freskëta sigurojnë rreth 35 deri 45% të nevojës ditore për këtë vitaminë. Kur i zieni ose i piqni, ato humbasin pak vitaminë C, por prapë mbeten të dobishme. Për të ruajtur më shumë vitaminë C, është më mirë t'i piqni në temperatura të ulta. Edhe pas gatimit, gështenjat kanë shumë antioksidan, si acidi galik dhe acidi elagjik, të cilët madje rriten gjatë pjekjes. Të mirat e gështenjave: mbrojnë shëndetin e zemrës. Antioksidantët dhe mineralet si magnezi dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e rrezikut për sëmundje të zemrës ose goditje në tru. Gështenjat janë një burim i mirë i këtyre lëndëve ushqyese dhe mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Përmirësojnë tretjen. Gështenjat ndihmojnë edhe në tretje. Ato kanë shumë fibër, e cila ndihmon që zora të funksionojë mirë dhe ndihmon në rritjen e baktereve të dobishme në zorë. Përveç kësaj, gështenjat nuk përmbajnë gluten, prandaj janë një zgjedhje e shëndetshme për njerëzit që kanë sëmundjen celiake. Ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak. Fibra që ndodhet te gështenjat ndihmon në mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak në ekuilibër. Ushqimet me shumë fibër bëjnë që trupi ta përthithnisësh ngadalë, duke shmangur rritjet e menjëhershme të sheqerit, gjë që është e rrezikshme për njerëzit me diabet. Gështenjat kanë gjithashtu një indeks glicemik të ulët, rreth 54, që do të thotë se nuk shkaktojnë ndryshime të mëdha në nivelin e sheqerit kur hahen. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.